今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自由のバジュラを蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期前期いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンDëgjoj, qeni hyjnor! Te I konsiderohesh si tradhtar në mbretërinë e vdekjes. Ha pra tani, mos më bëj të qesh. Përse ti, drejtuesi ushtarak I mbretërisë së vdekjes, do të përfshihesh në këtë çështje? Nuk I je bindur urdhrave dhe ke thurur intriga kundër bishës së egër. Pastaj u përpoqe të vrasësh shërbëtorin e zotit Engaj, Hiromakin. Ky konsiderohet krim. Veprimet e tua duhet të ndëshkohen me vdekje, edhe nëse je princi I mbretërisë së vdekjes. Ata po luftojnë me njëri tjetrin. Duket si një betejë fuqish. Ndihesh mirë, Sayaka? Tani vërtet që mi ngritën nervat këto llafe pa vlerë. Tani do t'i jap fund. Zenki! Çfarë po ndodh? S'ka mundësi! Ata kanë bllokuar fuqinë së patës së artë! Nagi! Kënaqësia ime. Kokutej! Lëreni Kokutejin të qetë! Ne nuk mund ta lëm bishën e egër në duart e një tradhtari. Dhe tani kjo do të kujdeset për ty. Hije e çakallit! O jo! Qeni hyjnor? Zenki! Kjo dhomë është përgatitur për të përballuar çdo lloj sulmi ose energjie rrezatuese. Gjithsesi, unë nuk e di nëse do të arrijë të rezistojë ndaj qenit hyjnor dhe fuqive të tij të pafundme. Çfarë do bëni me trupin e tij tani që e keni këtu, profesor? Po, jam I sigurt se kur të zgjohet do të jetë shumë I dhunshëm. Pa I është vrarë! Unë nuk mund
unë Talia të vdisa ashtu, apo jo? Nuk kishte ndonjë gjë të keqe, por me sa duket edhe ti ke filluar të ndikohesh emocionalisht nga fuqia dhe pamja e tij. Pa shikojeni. Ky djalosh po përpiqej të sillte në jetë bishën e egër, një bish që do të na shkatroj të gjithëve. Nuk ka fare rëndësi se si do të sillemi ne me të, ai kurrë nuk do dorëzohet. Ka të drejtë. Për të qenë sinqert, ka gjetora dhe përbindshat e tij më bëjnë nervoze. Nuk ma merrte mendja kur që do takonim një armik të fortë dhe të fuqishëm. Ne nuk kemi asnjë lloj arme për të luftuar kundër tyre. Po çfarë po thua kështu? Nuk e di se çfarë mund të bëjmë ne. Po pse nuk ka asnjë mënyrë tjetër për t'i mundur ata përbindshë? Duhet të gjejmë diçka. E mahnitshme. Ky shenush do të bëhet me të vërtet perëndia legjendare i shkatrimit. Po, pa tjetër që po. Prova e shenja që ka përpara në ballë. Nëse unë do të mund të prek fuqinë e tij, do mund të kontrolloj gjithë universin. Erdhi koha, Hiromaki. Zoti ka gjetora. Oh, shiko, qënë ke ende gjallë. Të lutem, ma jep mua farën e karumës. Kjo do të më japi mundësi që të kthehem tek qeni hyjnor dhe do t'ja tregoj unë për atë që më bëri. Po të përgjërohem, zotëri. Mirë pra, vazhdo. Po ta jap ty farën. Shumë faleminderit, zotëri. Ata janë ende këtu afër. Prit edhe pak ti qeni hyjnor. Si të duken? Mos nuk e ke qef lulet me ngjyra shumë të ndezura? E vërtet është? E vërtet është që qeni hyjnor nuk është njeri? Ai nuk mund të jetë armik, nuk mundet. Sayaka? Mbaje mend, gjërat do të shkojnë mirë. Nuk ka rëndësi nëse ai është njeri apo jo. E rëndësishme është se si ndihesh ti. Ako. Ako. Të lutem, më bë një nder. Prita mendoj. Shikoj e mirë, Ako. Çfarë po bën kështu, Sayaka? Duhet ta shpëtoj patjetër atë. Kjo nuk është e drejtë, Sayaka, mjaft. Ti mos e vetëm se doje të shihje. Të lutem, mos bëj asgjë, Sayaka. Mos, të lutem. Jo. Që nga ajo vajza. Qeni hyjnor, ti duhet të dalësh që këtej. Pra, nxito.
aty? Pra këtu që një fshur gjatë gjithë kësaj kohe? Tani ta rregullojun qefi ty djalosh, e kupton? Tani do më paguash këtu, në këtë vend. Kujdes! Çfarë ishte kjo zhurmë? Çfarë po ndodh? Dalo aty ku je. Mjeshtre! Çfarë vajze kokë fort. I thash që të mos i afroje atij. Shpejt, duhet të lajmërojmë Çakin. Sayaka? Plaga jote të është hapur përsëri. Prit edhe pak, mirë? Mos më prek më! Ju njerëzit meritoni të... Mos lëviz, duhet të ta pastroj plagën. Të lëndove? Të lutem më fal. Jam e ngathët. Jam vërtet shumë e ngathët. Por e di çfarë? Më bëhet qefi që të shpëtova. Ata thanë se ti ishe princi i mbretërisë së vdekjes. Nëse ti do të ishe bërë një përbindësh i shpifur, nuk e di se çfarë do të kisha bërë. Pa më thuaj, çfarë kërkon ti prej meje? Sa e çuditshme, ndihem krejt ndryshe. Nuk e di ç'të them, po kur ke dy shoqe të çmendura si Çaki dhe Ako, kujdesesh që... Përgjigju pyetjes sime, ç'kërkon nga unë? Ë? Më vjen keq. Nuk e di se çfarë po them. Po flas budallëqe. Më duhet të paralajmëroj. Asgjë e mirë nuk do të dalë nga kjo. Qeni hynar. Pyes veten se ku është e veçanta jote. Unë nuk mund ta dalloj. Kush është? Sytë tu? Flokët, duart, këmbët i ke njësoj si tonat. Madje edhe në venat e tua rrjedh gjak i kuq si yni. Gjak i kuq? Unë kam gjak njësoj si ju. Kam gjak të kuq. Më trego pak. Si është mbretëria e vdekjes? Thuaj të vërtetën. Qeni hynar, çfarë ke? Ti je mirë? Fol, përgjigju. Qënë ke ti, qënë ke ende gjallë. Po, zotëri u ktheva përsëri në jetë. Fal fuqisë që ka fare Karumës. Dhe tani kam ardhur për të kërkuar ty dhe do të hak merrem për gjërat që më ke bërë. Çfarë ke po të dhëmb? Po më bën magji? Ke të drejtë. Kjo kukulla e vogël përfaqëson trupin tënd. Dhe kur unë e bëj kështu, të dhëm shumë, apo jo, qeni hynar? Tani, do të vras nga dalë duke të shkaktuar dhimbje. Do të doja të kishe vdekur kohë më parë. Mjaft! Ti je për të datur keq vogëlushe, moje shkret. Duhet të ishe larguar kur të dha mundësia. Tani ke për të patur të njëjtin fat si ai. Forca! Hej, mallkuar gjobsh! Sayaka, ndihesh mirë? Puding dhe parfeme lule shtrydhe! Ja se çfarë dua nga ty. Pastaj do të ta fal që u largove. Çaki. Me ty do të merrem më vonë, Ro. Se nuk ri ulur aty dhe prit kur të vijë radha. Me të vërtet? Çfarë është ajo atje? Brenda ti kishte kohë që ishte para e Karumës.
Tani do të shikoni fuqitë mia. Tani do të shkoni në ferë të krijesa të pamëshirshme. Mjeshtre! Tani do të filloj të shijoj ushqimin tim më të mirë. Do të më paguash. Ti duhet të na ndihmosh. Duhet ta nxjerrësh thikën me njëherë nga kukulla, nxito. Vetëm po të bësh këtë, magjia do të prishet. Magjia? Mos e bëj. Ne nuk i dim nëse qeni ynor do ta vras bishën. Por ne Mos e lejo të mashtroj. Mos harro. Ai është një bish nga mbretëria e vdekjes. Sayaka hapra, çfarë po pret aty? Unë e di që mund t'ja dalësh. Bindju instiktit. Ne kemi besim, ndërsa ti beson tek qeni hynor. Shumë faleminderit, Chucky. Magjia e zjarit! Kart! Sille magjinë e zjarit e sapata e artë! Topi zjarë sulmo! Shkatroj atë! Sa më shumë që ju luftoni, aq më shumë do t'ju shtrëngoj e bishtat e mi. Chucky, mos! Lëshoje Sayaka se ke për të vdekur. Po thuaj zotri, mendove se ajo vajzë e vogël do të shpëtonte nga fuqia ime? Më vjen keq për ty, por mbretëria e vdekjes tani do t'i përkasi kaqetorës. Të lutem, na ndihmo. Mjeshtre! Arma që do shkatroj errësirën më jep fuqinë e nevojshme. Rojtari Kos, o draguajert! Sapata e artë e dragojt artë! Angjëlli mbrojtës përfundimtar! Forca! Mahar! Sabeskara! Forca përforcuese! Ejani tek unë! Raja, Zenki ka ardhur! Angjëlli mbrojtës! Do të nxjerrë syt! Qeni hynor, të lutem prit! Unë jam princi i mbretërisë së vdekjes. Do të shkoj të gjej kokutejn dhe do të kthehem përsëri për t'ju shkatruar ju. Kështu që deri atëherë, kini kujdes. Sayaka? Hiromaki, dha gjithë fuqinë e tij që kishte mbetur për të na kthyer përsëri fara neve.
ndodh? Koha për të rizgjuar bishën e egër po afron. Atëhere, unë do të kënaqem përfundimisht.優しいね